Së pari dua të them tek opinioni publik që na ndjek vazhdimisht edhe na ka përgëzuar me like, por edhe me komente, por edhe ata të cilët kanë qenë kritik në të shkuarën në qëndrimin tim lidhur me goditjet ose me konfliktin brenda Partisë Socialiste. Duhet të theksoj se zoti Rama dhe zonja Spiropalit në fillimet e këtij konfliktit janë, do thosha, në një situatë aktrimi midis tyre për arsye se brenda Partisë Socialiste duhet të ketë patjetër një konflikt, sepse mosdhënia e autorizimit nga kuvendi, pra nga Partia Socialiste për zonjën Balluku në SPAK është pothuajse një luftë e brendshme për arsye se zoti Rama në 2022 dhe 2025 në vazhdim ka heshtur ndaj çdo kërkese të SPAK-ut me arsyetimin se SPAK-u bën detyrat e veta, ndërsa qeveria detyrat e saj. Por duhet kemi parasysh diçka. Partia Socialiste është e manualit të 1944 në vazhdim. Kjo gjë nuk duhet si fakt të lehet me një anë. Duhet të bashkëqërohet në çdo konflikt dhe çdo problematik që ka hasur Partia Socialiste. Sepse sot kemi një konflikt, kemi një mosmarrveshje në sy të publikut, por ajo nuk është për publikun, ajo është për konsumim të brendshëm brenda grupit parlamentar, sepse momentalisht grupi parlamentar socialist është ndarë në 3 grupe: grupi Rama, grupi Balluku, grupi Xhafa. Xhafa nuk mund të shfaqë për arsye, ne e dim shumë mirë arsyen, por ajo çfarë bën ai është duke përdorur zonjën Spiropali, sigurisht me një dakordsi në kuptimin të heshtur, por jo aktiv pra në skenë, por në prapaskenë, sigurisht që kemi të bëjmë me një konflikt fillestar, pothuajse jo të pjekur në atë formimi që do të thotë që ne po goditemi për të folur për parimet, por ne goditemi për arsye të cilat nuk kanë lidhje fare me qëndrimet e mia në të shkuarën. Pra, kujt qëndrimet të zonjës Spiropali kundrejt zotit Rama në parlament, se zoti Berisha e dinte i pari se do shkarkohej zonja Spiropali, ndërsa ajo e mëson nga kuvendi për shkarkimin e saj dhe jo nga zoti Rama. Kjo është një lojë e mirë organizuar nga zoti Rama për të treguar te grupet të brendshme Partisë Socialiste që shikon, ne kemi një konflikt, por tani skanimi i grupimeve duhet kalojnë përmes një faktori tjetër që zoti Rama e kontrollon. Dhe kush është faktori? Është faktori i Elisës Spiropali. Elisa Spiropali po krijon një konflikt të tillë për të treguar te grupet që unë kam mbetur e vetme. Dhe kush do të jetë nga grupet brenda Partisë Socialiste që do t'i bashkohen apo do të ta mbështesin, sigurisht zoti Rama do ta marri mesazhin dhe do të marri patjetër linjën që zonja Spiropali do të japi te zoti Rama. Dhe zoti Rama do të ketë një kontroll brenda Partisë Socialiste që mos ketë vazhdimin e përçarjes. Paralelisht, zonja Spiropali po bëhet edhe një kurth hetimor nga SPAK-u, jo kundrejt saj drejt për drejti, por nga persona të tjerë që nuk kuptohet qartazi që goditja vjen përmes politikës, pra angazhimit të saj duke i bërë vrejtje në publik, por nga ana tjetër SPAK-u do veprojë si një organizatë, ashtu siç e kemi thënë vazhdimisht, një organizatë partie që funksionon gjithmonë të godasi rrethin e partisë. Pra edhe zonja Spiropali. Pra ju mendoni se Edi Rama mund t'i lëshoj SPAK-un Elisa Spiropalit si shenjë hakmarrje? Në çdo moment nuk është shenjë hakmarrje, por është një shenjë që është përdorur vazhdimisht nga zoti Rama dhe manuali është i njëjtë. Pra, unë të marr, të përdor, të vendos në pozicione kyçe, unë gjithmonë do dukem viktim përpara socialistëve dhe qytetarëve shqiptar, që unë të dash besim, ti e keq përdore besimin edhe e bërë një keq besim ndaj meje, unë jam i pastër me ty, por e vërteta është që në fund fare drejtësia duhet të punojë edhe për ty. Çfarë? Drejtësia duhet patjetër të hetojë edhe ty se kush je ti që mos ta hetosh nga kjo drejtësi e Partisë Socialiste dhe Edi Ramës. Prandaj patjetër se e ka vërtetuar në shumë raste që i merr, i promovon
i ngre dhe më pas i flak si limon i shtrydhur. Dhe në këtë rast, Elisa Spiropali është viktima e radhës, po themi në thonjza e Edi Ramës? Tani, duhet keni parasysh diçka, një sekond, të bëjmë një saktësim të qytetarë që na ndjekin, edhe ta lidhim me ato çfarë unë kam thënë të shkuarën tek ju. Pra, konflikti dukej në pamje të parë si një konflikt i egër, por ju duhet të keni parasysh diçka. Zoti Rama mund ta përdori deri në 2027 në zgjedhjet lokale. Mundet në momentin e caktuar kur Zoti Rama do të vendos ta pozicionojë në vend kyç në një moment të caktuar për të treguar që ai nuk ka kmerret ndaj zonjës Spiropali. Pra, rasti ta çoj për presidente edhe ta mbaroj politikisht është një ndër rastet. Rasti ta kandidoj për kryetare bashkie të Tiranës është edhe ai një rast. Pse? Se nga skanimi i grupeve që janë të mërzitura rreth Zotit Rama, që të gjithë përfundojnë tek drejtësia e Zotit Rama, me manualin e 1144 vjus, kuptohet qartësi që Zoti Rama ka një plan për zonjën Spiropali. Plani është afatmesëm, pra konflikt politik dhe përfundon të spaku se do më marrësh partin, apo unë duhet të ty të përcjell politikisht aty ku duhet që të mbaroj politikisht prap me ty. Sepse nga të dy anët, si politikisht, si juridikisht, Zoti Rama mund të mbaroj zonjën Spiropali në çdo moment, por ai nuk mund të bëjë një veprim të nxituar, po thjesht do të lej kohën si faktor të rëndësishëm për të vendosur për karrierën politike të zonjës Spiropali, sepse zonja Spiropali nuk është vetëm një grup i caktuar brenda Partisë Socialiste. Zonja Spiropali ka edhe një marrëdhënie të mëparshme, besoj edhe në vazhdim me zotin Veliaj, për shkak se ata mos gabojnë vinë nga mjafti. Mos gaboj se nuk e majmen, po thjesht vinë nga atëre nga ajo shoqëria civile që do sillte ndryshimin në këtë vend dhe fund fare përfundoi në dyert e partisë tyre, në dyert e drejtësisë së Partisë Socialiste të Zotit Rama. Prandaj unë po ju them është që e gjithë kjo që Zoti Rama ka përgatitur për zonjën Spiropali është një kurth shumë serioz që nënkupton qartazi një vëmendje të sakt, absolute, nga të gjithë palët që të kuptohet qartazit që çfarë po bëhet konkretisht. Sepse ne sot dim shumë mirë që Zoti Rama pothuajse të njëjtën manual ka përdorur për të gjithë ata të cilët kanë përfunduar në drejtsinë e tij. Rasti i Zotit Tahiri, një ministër me sukses për Partinë Socialiste dhe Zotin Rama, u skualifikua nga politika, u largua nga politika. Pra, duhet të kuptojmë që skenari është i errët, është me shumë nënvizime dhe problematika të mëdhaja, por mos harroni faktin, që drejtësia e Partisë Socialiste përdoret në momentin kur Zoti Rama nuk ka më plan B për tjetrin, po vetëm planin A për ta çuar tek drejtësia e Partisë Socialiste dhe Zotit Rama. Në këtë rast, cilat janë ato grupe kryesore që janë kundërvënë në heshtje Edi Ramës, gjithse ju i përmendët deri diku, dhe a ka kapacitete të tilla politike Elisa Spiropali për të goditur Edi Ramën brenda Partisë Socialiste, dhe këto konflikte a shënojnë, po themi, fundin e Edi Ramës, apo janë thjesht ngacmime të vogla që nuk tregojnë asgjë në thelb? Fundi i Zotit Rama politikisht për mendimin tim ka ardhur me kohë, nuk është se është tani një konflikt i tillë se dhe sjell si pasojë mbarimin politik të Zotit Rama. Zoti Rama përpiqet të marrë frenat e Partisë Socialiste në të gjitha aspektet. Pra, në 11 maj ai bëri një betejë, pavarësisht se në betejë kishte edhe zotin Veliaj pjesë të lojës,
se ai ka qenë në pothuajse në gjithë atë që ne themi rastin e konflikteve, debateve. Partia Socialiste jam unë që i Shqipërinë drejt Bashkimit Evropian, Partia Socialiste me Edin do shkoj përpara. Pra, e gjitha kjo të jep si mesazh kuptimin që po është Edi Rama gjithçka mbulohet dhe është shumë e qartë për Partinë Socialiste. Por ne duhet kemi parasysh diçka. Partia Socialiste në këto momente që jemi është në një, do thosha, konflikt me veten. Pse konflikt me veten? Sepse Zoti Rama në 2022-2025 kishte vendosur një person të posaçëm në prokurorinë e posaçëm, quhet Altin Dumani. Na pëlqen, nuk na pëlqen, ai e vendosi atë. Pse e vendosi atë? Dhe tek ju e kam thënë këtë gjë. Zoti Dumani nuk ka qenë amerikan, ka qenë socialist. Zoti Dumani ka marrë aprovimin e Zotit Rama për Zotin Ahmetaj në konferencë televizive dhe ai thjesht bën një praktik procedurale që shkoi në parlament dhe mori një autorizim duke shkuar tek Maja. Por, mos harroni një fakt tjetër. Zonja Balluku është skandali më i madh për Partinë Socialiste dhe për njerëz që të cilët kanë bashkëpunuar me Zotin Rama dhe kanë marrë në qafë Partinë Socialiste. E them këtu për socialistët të ndershëm të cilët nuk përfitojnë nga korrupsioni atyre që dyshohen që kanë bërë korrupsion. Për ato njerëz të cilët besojnë akoma tek Partia Socialiste, po besoj se do zhgënjehen shumë shpejt. Por e vërteta është kjo, që Zoti Rama përpiqej të marrë frenat e Partisë Socialiste, sepse Partia Socialiste ka një origjinë, vjen nga 1944 në vazhdim. Pra ka njerëz që brenda sajt akoma besojnë në verin. Ka njerëz që brenda sajt akoma besojnë se ka fraksione të pa deklaruar brenda Partisë Socialiste. Dhe pikrisht dy fraksione të qëndrueshme të heshtura brenda Partisë Socialiste rrezikojnë Zotin Rama. Fraksioni më i rrezikshëm në Partinë Socialiste, për mendimin tim, është fraksioni Nano. Pse them fraksioni Nano? Ajo çfarë Fatos Nano ka lënë në trashëgiminë e tij për Partinë Socialiste. Dhe fraksioni i dytë është Zoti Ruçi. Mos ta lejmë pa një fraksion. Dhe besoj se Zoti Ruçi, por edhe Zoti Xhafaj kanë bërë një kontakt, një pik lidhje midis tyre për të arritur një presion ndaj Zotit Rama që po ti ke pushtetin, por ti synon të marrësh Partinë Socialiste. Zoti Rama ka marrë pushtetin, po jo Partinë Socialiste. Duhet ta keni parasysh këtë gjë dhe mos ta leni pra në fazën e studimeve politike jashtë kontekstit Partinë Socialiste. Zoti Rama tani e tutje nuk po lufton për qeverinë, se ka nga 2013 në vazhdim, por Zoti Rama po përpiqet të marrë Partinë Socialiste në ai vet, sepse pikrisht në 11 maj ai tha me Edin Partia Socialiste. Pra, vendosi partinë si individ dhe e futi dhe e bëri lidhjen midis Zotit Rama dhe Partisë Socialiste. Pra, ajo çfarë Zoti Rama akuzon vazhdimisht Partinë Demokratike dhe Sali Berishën, ju të ta shikoni që Zoti Rama nga 11 maj në vazhdim përpiqet të marrë Partinë Socialiste. Pse po e them këtë gjë? Sepse Partia Socialiste pse nuk e ka marrë enda ai që e ka mbushur me gjithë sektin e tij të rilindjes? Sekti i rilindjes përfiton nga pushteti. Partia Socialiste ka bazën komuniste. Pra, Partia Socialiste ka individ të cilët shumicën e rasteve besojnë se enveri është akoma tek Partia Socialiste. Po këta individ, Zoti Rama nuk i merr si Zoti Rama, i merr të trashëguar.